Në dëshminë e tij të dorëzuar para hetuesve, Granit Plava konfirmoi se ishte i angazhuar për të vrarë Liridona Ademajn. Sipas tij, me porosi të bashkëshortit të saj Naim Urselit, Plava tha se atij ishte ofruar një shumë prej 30.000 eurosh për krimin. Ai përshkroi se Armand dhe fishekët i kishte marrë më 29 nëntor 2023, pikërisht në ditën kur u krye vrasja. Sipas tij, kur arritën në vendin e ngjarjes, Naimi tha, gjuj, dhe ai shëlloi nga dritarja gjysmë e hapur e pasazherit. Plava tha se pasi goditi, doli me një herë nga vetura dhe u largua. Në akt akuzë theksohet se ngjarja ndodhi më 29 nëntor 2023 në fshatin Bërnic në Prishtinë, ndërsa vrasja u pasua me përpjekje për ta inskenuar si grabitje në dorën e bashkëshortit që e mbante viktimën nga krahët që të mos shmangte plumat. Sipas prokurorisë, plani u realizua me detaje, arma ishte dorëzuar nga Naimi dhe Plava u maskua dhe shëlloi nga afër, duke i shëlluar viktimën në kokë, plagë vdekje prurëse siç konfirmon raporti i autopsisë. Raste si ky, kur vrasësi në dorë të tretë përfitohet me para dhe pastaj tenton ta fshehë krimin si grabitje, shkaktojnë reagime të forta në publik. Dëshmia e Plavës hapi dritare mbi mënyrën se si organizua dhe u ekzekutua vrasja, por gjithashtu tregon për përfshirjen e disa personave, përfshirë furnizuesin e armës dhe bashkëpunëtorët. Gjykimi ndaj të akuzuarve, Naim Urselit, Plavës dhe bashkëpunëtorëve po vazhdon. Për momentin prokuroria ka ngritur akt akuzë për vrasje të rënë dhe posedim të pa autorizuar të armës.